A, mirë se u gjetëm. Mirë se erdhe. Si e? Mirë se u gjetëm. Për sa kohë e ke këtë kontratë, Ermal? Këtë kontratë e kam për 16 muaj. Aha. Po, besoj se për një vit e aftoj me marru. Që ka gjithë kjo ndërtesë? Po, dhe shtohet një katë. A, do të ngresh dhe i katë, Një katë të prisit ky kulmi vjetër. Do të shtohet një katë aty sipër, që më qenë 4 apartamente sipër. Dhe çdo katë do të ketë nga 5 tjetër. Sa punëtori ke? Po këtu, për momentin janë 18. Në për punë tjera, janë 50 deri te 70. Shqiptar sa i kemi? Shqiptar janë 30. A thuj, gjysma janë shqiptar. Shumë mirë. Bashkëdhetarët tanë janë vendosur kryesisht në këtë sektor biznesi, po edhe biznese tjera, po. Po, që nga 99 që jam këtu për shembull, më shumica janë shqiptar edhe gjithë pothuajse. Në ndërtim. Pothuajse domethënë majoriteti i tyre, shumica tyre janë në ndërtim. Kanë po të fundit kanë filluar që ka edhe me lokale shumica, po domethënë më shumë janë në ndërtim. Tani më nuk duhet të ekzistojë më emigrimi i palishëm, por përmes kontratave të punës, tani kemi edhe shërbim konsullor të Britanisë Madhe, kemi edhe në Kukës. Mund të aplikosh për të marrë një vizë pune në Britaninë e Madhe. Dhe kjo është hapi i parë, qeveria jonë po punon me qeverinë britanike, kryeministri Rama dhe kryeministri Starmer do ta diskutojnë këtë dhe gjatë vizitës së kryeministrit Starmer në mes majit në Tiranë, pikërisht për të shkuar në një nivel tjetër që do të lehtësonte edhe më shumë pajisjen me viza të qytetarëve shqiptar që duan të vinë në Britaninë e Madhe, qoftë për sa i përket vizave për vizitë familjare apo viza turistike, por edhe vizat e punës. Ermal, shumë faleminderit. Përgëzime ty, përgëzime të gjithë bashkëdhetarëve tanë të cilët jetojnë e punojnë ndershmërisht këtu në Britaninë e Madhe, sepse ju jeni ata shqiptarët e vërtet, të cilët erdhët këtu me vështirësitë ati momenti, por sot jeni biznesmen, sipërmarrës suksesshëm. Është krenari për ne që në një nga zonat më të shtrenjta të Londrës të shohësh një kompani shqiptare cila merr kontrata kaq të rëndësishme dhe po ashtu të falenderoj edhe për faktin që nuk e harron asnjëherë që duhet ndihmosh edhe bashkëdhetarët e tjerë dhe gjysmën e të punësuarve këtu i ke bashkëdhetar nga Shqipëria. Faleminderit nga ty, faleminderit edhe nga kryeministri se më të përfaqësuar s'kemi qenë ndonjëherë, kemi edhe ministrin tonë si ti. Diaspora ka vetëm ministër, po siç e theksove edhe ti, për momentin jemi më mirë më asnjëherë, se thash, po të dy partë kemi pas nevojë. Edhe vizat e turistëve janë liru, se në kanë bërë, domethënë për premte për gjithë kanë bërë më lirë, procesin e gjitha gjanat edhe po i marrin shpejt. Këto drunat nuk e mbajnë punë shumë asnjë, po